zhduket arsyeja për ata se kjo bëhet temë e diskutimit në Bruksel brenda të mes të vendeve antare që për momentin është koha nuk edhe lidhet shumë me situatën e tërën. Po sidoqoftë besoj që do të hiqen, mirë po, sepse kemi pas tash sërbët kanë votu në zgjedhjet, dita e zgjedhjeve ka qenë mirë organizume, pa incidente, zgjedhjet kanë qenë shumë demokratike, nuk ka pas pengesa, presim tash edhe faza tjera. Në këtë kontekst besoj që hiqen masat, mirë po, duhemi me vazhdu në këtë frym, sepse kur kthehen Sërbë në institucionet komunale, na e dim që Srpska Lista ka fitu në veri, aty duhet të ketë një qasje shumë të kujdesshme, delikate, që nuk që stabilizon situatën dhe që për mu që edhe cementon atë suverenitetin të Kosovës në veri, edhe mos me jep prap shkak për masat ose për kritika. Kështu që është një moment i ri, pozitiv, mirë po duhet qaset me kujdes. Gjatë kësaj periudhe kur kanë qenë kryetar të partive shqiptare në komunat veriore, kanë ndodhur disa operacione që është quajtur për shtrirjen e sovranitetit në këto komuna, ka pasur le themi edhe aktet vogla si flamuri i Kosovës, tabelat në gjuhën shqipe e këto. A mendoni që tash kryetarët e rinj që vijnë nga lista serbe, që është një subjekt që është në të njëjtën linjë me Beogradin zyrtar kur vjen puna të shtetit i Kosovës, mund të bëjnë ndonjë veprim që pastaj mund të sjellin ndonjë tensione të re? Po, kjo është pikërisht pse thash që duhet ketë kujdes në momentin e ardhshëm në veri. Ajo nuk vlen veç për qeverinë e Kosovës ose institucionet qendrore të Kosovës, vlen edhe për listën serbe edhe për komunat atje. Gjithkush duhet të vepron me sensitivitet. Ka potencial, masi tash është momenti i ri, Srpska Lista kthehet në këto institucionet, ka potencial shumë për kriza, për incidente, për një kështu më thonë luftë administrative në mes qeverisë edhe të komunave. Ashtu që duhet përcjell ato, po besoj që ka edhe mjaft do të mençuri në gjitha anët. Na dëgjojmë shpesh për shembull nga ambasada amerikane ku kanë kështu mesazhe të strikta për qeverinë e Kosovës, po ndoshta ato nuk shihen shumë në publik ose nëpër mediat në gjuhën shqipe, po na e dim, dje kemi dëgjuar nga ambasadori amerikane edhe në përgjithësi ka mesazhe aq strikta edhe për anën sërbe, që me thonë në Kosovë për Srpska Listën, për mençuri, për maturitet, edhe për veprim në një frym të demokracisë, në frym të pjesëmarrjes legjitime legale brenda sistemit institucional të Kosovës. Besoj edhe shihet shumë qartë po ashtu, që me thonë nga Beogradi, edhe në Beograd, edhe në veri, edhe kështu në komunitetin sërb në Kosovë, që largimi nga institucionet e Kosovës 2022 ka qenë një gabim strategjik, edhe që tash po korrigjohet. Që aty kam edhe shpresa që në bazë këtij nocioni që duhesh me marrë pjesë në jetën institucionale dhe politike, që kjo korrigjon edhe që kjo konsiderata ju ndihmon me qenë kështu ma kujdesshëm në qasje. Ka potencial për probleme, po është edhe shans për zgjidhjen, për zgjidhjet. Si e shihni të ardhmen e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë? A besoni që dialogu mund të prodhojë një marrëveshje finale, apo shkojmë drejt normalizimit të synuar që ka si mision edhe ky proces, apo gjërat po përkeqësohen ndoshta?
Dialogu ka prodhuar shumë gjëra të mira edhe për aspiratët ndërkombëtare të Kosovës, edhe në teren, edhe për qytetarët e thjeshtë të Kosovës dhe Serbisë në raportet mes tyre, në interesat mes tyre. Është një transformim drastik, thelbësor, që ka ndodhur përmes dialogut, për atë arsye edhe unë jam ende duke vepruar në këtë fushë. Besoj në dialog, na duhet, nuk e di a ka tarmën, një panelin që këmë të heqë ma heret edhe ka qenë me atë titull, a ka tarmën dialogu, nuk mundet me ditë, definitivisht është në një krizë relative, definitivisht ka edhe mendim politik, jo veç në Prishtinë e Beograd, po ndoshta edhe në qarqe tjera që ndoshta duhet të zaventohet me diçka tjetër, nuk e di, po e di që nuk besoj që zaventohet, besoj që është një rrugtim dhe një obligim i cili na pret. Me këtë problem të pasgjidhur nuk hym në BE. Teoretikisht edhe nëse dialogu zaventohet me ndonjë format tjetër, prap esenca, thelbi do t'jetë e njëjtë. Domethënë, me zgjidh këtë problem mes Serbisë dhe Kosovës, nuk mundi me prit as jo veç kështu antarësim në BE, po edhe shumë benefite të tjera që vinë edhe para antarësimit. Ma herët këtë vit kemi dëgjuar lajmin që SEPA, po më duket quhet në këtë sistem financiar të BE-s, janë integruar Malizi, edhe Maqedonia s'dia është tasha pak ma herët. Ky sistem kishte sjell Kosovës një kursim ndoshta 100-200 milion euro në vit, duke konsideruar sa është e madhe diaspora e Kosovës, se sa transakcione kemi me Evropën. Kjo ka ndodhur, ndoshta jo drejt për drejt, po definitivisht edhe kjo ka qenë ndikuar nga krejt kjo situata. Domethënë nuk është veç artasimi, ka shumë benefite tjera, keni përmend planin e rritjes e kështu me radhë, plus kjo krejt dikon në investime foreign investments të huaja këtu, ashtu që po hupim shumë. Plus kjo na pret. S'mund të ikim. Po. Drejt Senat, ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, ditë të mira.